Është një vendim diskriminues për punëtorët e sektorit privat të Kosovës, përderisa ne na i ofruan 100 euro, mesatarja e punëtorëve të sektorit publik ju ka ra dikun rreth 500 euro, që do të thotë 5 fish është shumë më e madhe që ju ka nda atyne, edhe pse dihet që ne spaku 3 fish më shumë paguajmë për buxhetin e Kosovës se sa punëtorët. Por megjithatë, unë mendoj që një diçka është e mirë nga kjo e keqe, sepse tani do të shifet që sa punëtori kemi pa kontrata pune. Më së miri do të ishte ajo që e thonë që ka premtuar pagën e 13, por do të ishte edhe shumë më mirë që këto mjete mos ndahen në kohë fushate, sepse kjo po dihet secili pe din. Edhe ne kemi menduar që punëtorët që kanë mbi 1000 euro pagë më mirë që të përcillen tek punëtorët që kanë një pagë edhe 250 euro sot. Çdo ndihmë për pensionerën është e mirëseardhur. Çdo euro, lënë më 100 euro. Mirë po unë nështë ta kësha shpër zhgënjimin, bjete që qeveria ka qëndasht ta zbatoj ligjin ekzistus, ligjin 131, 1314, ku cek shumë mirë që thot qeveria çdo fund vit duhet ta shqyqoj inflacionin dhe autorizon ministrin që të jep rritjen e inflacionit që ka qenë vitin më parë. Për se vjet është inflacion 7.5. Nëse llogarisim në mënyrë thjesht, atëherë të 150 euro, dikun rritja ka qenë dashur të jetë afër 12 euro për muaj, që bie për tër vitin i bën 140 euro. Gjendja jonë e pensionistëve në Kosovë është katastrofike krahasim me vendet përreth. 100 euro është një simbolik që nuk kryen asgjë, por është një infuzion i shkurtër mujor. Unë e falenderoj për shembull, ajo është respekt që i ka dhënë 100 euro kjo qeveri, shumë respekt, cilat unë nuk di tjera qeveri që i kanë dhënë ka 100 euro për Bajram. Nuk është puna sa janë mjaftueshme ato, nuk janë mjaftueshme. Mjaftueshme është me bo fabrika, me bo punësime, njerëz mos me pas nevojë për 100 euro. Është propaganda pi blen votat. Kjo është e 6-ta herë që i jep ka 100 euro. Nuk është një herë, edhe kush ka pas zgjedhje. Edhe kush pe kundërshton. Ata që në kohën e tyre pensioni bazik paga e tyre ka qenë 32 pensione bazike. Këto 100 euro pi japin për dëvarfën, se në t'i dhonë për krejt. Kujna pi djeg me fitu fëmija, me fitu plaku, me fitu. Jo të mjaftueshme nuk janë, po si mi mësu me morë kur, prandaj është gëzim i madh, nuk është problemi që si ki 100 euro, po problemi është kujdes, ju kujtu dikush.